Shqiponja me dekret është ajo që ka pushtuar qiellin e Prishtinës, në rrugë, sheshe, ndërtesa, flamuri kombëtar ku që zi valvitet në kryeqytetin e Kosovës, duke u bashkuar kështu prak festës së 28 nëntorit. Prishtina do të jetë kryeqendra e Kosovës për festimin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Aktivitetet e tashmë kanë filluar. Gjatë ditëve të ardhshme pritet që në qendër të Prishtinës të rivendoset shtatorja e dëshmorit Zahir Pajaziti. Ndërkaq, më 25 nëntor, ciklistët nga Prishtina do të nisen drejt Vlorës, ndërsa më 28 nëntor do të mbahet edhe manifestimi kryesor. 100 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë nuk do të festohet vetëm në Prishtinë, por edhe në të gjitha komunat e Kosovës.